Mbështidhini këmbët me letër alumini dhe do na falenderoni kur të shikoni rezultatet. Në kuzhinën e secilit prej nesh gjendet letra aluminit, por a ju ka shkuar ndonjëherë në mendje se mund ta përdorni atë edhe për trupin tuaj? Në vend që të përdorni këtë vetëm për gatim, filloni ta përdorni për arsye të tjera që mund të përmirësojnë problemet shëndetësore. Letra aluminit mund t'i shpëtojë nga ftohjet e lehta, të luftoni pagjumësinë dhe gjithashtu të trajtoni çështje të tjera të përditshme. Ajo lehtëson lodhjen. Përdorimi i letrës së aluminit për të luftuar lodhjen është një traditë shekullore e njohur nga ekspertët në mbar botën. Kështu filloni duke vendosur disa fletë alumini në frigorifer për 2 deri në 4 orë. Më pas e aplikoni në fytyrë dhe e lini derisa të keni relaksimin e plotë të muskujve. Lehtëson dhimbjet e kyçeve. Letra aluminit është fantastike për lehtësimin e gjendjeve të ndryshme të kyçeve, sidomos e atyre të lodhrave. Përsëriteni atë si një metodë të zakonshme çdo mbrëmje për të patur një lehtësim më të madh.